Po shtrohet drejt për familjarët e të lënduarve në zjarrin në Koçan që po kurohen në qendrën klinike Nën Tereza. Këtë nismë bujare ka ndërmarrë disa qytetarë të Shkupit. E quajtura sofra e paqes është shtruar në Spitalin Shtetëror Nën Tereza në afërsi të urgjencës për familjet e rastit tragjik që ndodhin në Koçan dhe për të gjithë punonjësit shëndetësor. Përgjegjësi i këtij organizimi Gani Kurtishi për televizionin 21 tha se iftarët shtruan edhe në parkun e Çajirit, ku po ashtu janë ftuar familjarët e të lënduarve nga Koçani. Kjo ka filluar prej dje e hon, edhe do të vazhdon deri të shtunën. Kështu që nëse ka nevojë për familjarët e Koçanit do të vazhdojmë, nëse ato kanë kërkesa për me shtru në darkën e tyre. Në këtë punkt e kemi ne 10 ditë të fundit të Ramazanit, është bërë në parkin e Çajirit Shkupit. Për kë është bërë? Një të ka bërë për gjithë njerëzit që duan të solidarizohen me rastin e tragjik të Koçanit, edhe me bë iftar, edhe gjithashtu i kemi thirrë edhe këto familjarë që të vinë edhe atje, do të ketë edhe atje haje për ta. Po ashtu, në parkun e Çajirit, Kurtishi tha se janë të mirëseardhur të gjithë ata të cilët kanë nevojë për iftar. Vetëm në një lokacion në ditë jepen rreth 160 racione me ushqim.